Apeli i gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka rrëzuar kërkesën e ish-presidentit Ilir Meta për ndryshim të masës së sigurisë, duke e lënë atë në qelinë e paraburgimit 313 në Tiranë, ku ndodhet që prej tetorit 2024. Meta kërkoi zëvendësimin e arrestit me burg me një masë më të lehtë sigurie, por gjykata e hodhi poshtë kërkesën e tij për të disatën herë. Ish-presidenti po hetohet për 3 çështje: aferën Çezdia, lobimin e LSI-s në SBA dhe hetimin pasuror. Spa ka mbyllur hetimet dhe dosja është dërguar në gjykatën e posaçme. Seanca paraprake për të cilën u mbajt një ditë më parë për rreth 8 orë. Mirëpo ende nuk ka një vendim nëse dosja do të kalojë apo jo për gjykim. Bashkë me Metën, Monika Kryemadhi akuzohet për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe mos deklarim pasurie, ndërsa Piro Xhixho, Fatime Kryemadhi dhe Ema Çoku për vepra të tjera penale financiare. Qytetarët paralajmërohen për një mashtrim online që synon të marrë paratë kujdo që bie në Grack përmes ofertave të rreme për kredi. Personat pa njohur përdorin faqe të dyshimta, rrjete sociale dhe mesazhe elektronike për t'u prezantuar si përfaqësues të institucioneve financiare. Policia e shtetit këshillon qytetarët të mos dërgojnë para, të dhëna bankare apo dokumente personale të persona të pa identifikuar. Përpara aplikimit për kredi duhet verifikohet gjithmonë informacioni dhe të komunikohet vetëm me kontaktet zyrtare të bankave. Çdo rast i dyshim duhet të denoncohet menjëherë pranë policisë së shtetit, e cila apelon për kujdes, bashkëpunim dhe verifikim duke u angazhuar në luftën kundër krimit kibernetik. Ish-ministri i jashtëm i Perus, Manuel Augusto Blacker Miller, i dënuar në Shqipëri për aferën e incineratorëve, ndroi jetë më 23 janar në moshën 80 vjeçare në Spitalin Penal Hamilton Agostino në Brazil. Blacker Miller ishte në paraburgim brazilian për ekstradim drejt Shqipërisë, ku pritej të përgjigjej për mashtrim financiar. Ai vuante nga probleme serioze shëndetësore, përfshirë trombozën, dhe sipas familjes, shkaku paraprak i vdekjes ishte infarkt akut i miokardit. Blacker Miller ishte arrestuar në dhjetor në Rio de Janeiro pas 7 vitesh në arrati duke u kapur nga njësia e bashkëpunimit ndërkombëtar. Ish-diplomati ishte akuzuar nga autoritetet shqiptare për pjesëmarrje në skemën e incineratorëve që shkaktoi humbje financiare, ndërsa Shqipëria kërkonte 18 vite burg. Ai kishte precedent penal edhe në Peru dhe mbeti në hetim ndërkombëtar deri sa ndëroi jetë. Një tjetër incident ka tronditur burgjet greke, ku Dimitar Meçi, i njohur si Dhimosi nga Gjirokastra, u sulmua me thik. Meçi është figura kriminale e përfshirë në atentatin ndaj bosit të mafjes greke Giannis Lalas, ku makina e blinduar e këtij të fundit u qelluar rreth 40 herë më 16 maj 2025. I arrestuar dhe dënuar për vrasje, grabitje dhe pjesëmarrje në organizata kriminale. Meçi ka një histori të gjatë kriminale në Greqi, përfshirë vrasje të shumta e zhvatje. Ai sapo ishte transferuar nga Korydallos në burgun e Malandrinos kur ndodhi sulmi. Autoritetet greke po hetojnë ngjarjen, ndërsa sulmi i fundit rikthen në vëmendje rrezikun që paraqesin figurat kriminale shqiptare të përfshira në bandat e mafjes greke. Seanca e së njëjtës në gjykatën e krimeve të rënda në Bruksel u zhvillua për vrasjen e Ardit Spahut më 27 nëntor 2020 në Molenbeek, në proces janë 9 pandehur, ndër të cilët Franc Çopja, i konsideruar si i dyshuari kryesor. Partnerja e tij dëshmoi nga Emiratet e Bashkuara Arabe, duke e përshkruar si një njeri të qetë dhe të besueshëm, pa njohuri për veprimtari kriminale. Një dëshmitar shqiptar nga Elbasani foli për konfliktin mes familjeve Alibej dhe Çopja, duke përmendur edhe një incident të vitit 2017 ku u përdorën armë zjarri. Eksperti ADN-s informoi gjykatën se në vendin e ngjarjes u gjetën vetëm gjurmët biologjike të viktimës dhe të drejtuesit të automjetit, duke ofruar prova të rëndësishme për hetimin në vazhdim. Policia shqiptare ka arrestuar Festim Kecin, 53 vjeç, banues në Shijak, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane. Ai ishte dënuar nga gjykata e apelit e Torinos në vitin 2023 me 9 vite burg për trafikim të lëndëve narkotike, pjesëmarrje në organizatë kriminale dhe shfrytëzim prostitucioni. Arrestimi u realizua gjatë operacionit policor të koduar Decision, në bashkëpunim me seksionin për hetimin e narkotikëve, komisariatin e Shijakut dhe forcat operacionale të Durrësit. Qëllimi i arrestimit është ekstradimi drejt Italisë, ku Keci pritet vuajë dënimin e dhënë nga drejtësia italiane. Autoritetet nënvizojnë se operacioni finalizon punën për gjurmimin dhe kapjen e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar, duke arritur bashkëpunimin me organet ligjzbatuese italiane. Autoritetet shqiptare njoftojnë arrestimin në Greqi të Konstantin Nishkut, 65 vjeç, i shpallur në kërkim ndërkombëtar. Ai kërkoi për vrasje me rrethan të veçantë, një krim i kryer më 19 mars 1997 në Gramsh, kur Nishku qelloi për vdekje një 9 vjeçar pasi nuk i tregoi vendodhjen e vllait të tij. Ai shpëtoi drejtësisë për 29 vite, por vendimet gjyqësore të gjykatës së apelit Durrës dhe Kolegji Penal i Kasacionit e kishin dënuar me burgim të përjetshëm që në vitin 1998. Tani Nishku ndodhet në pranga, ndërsa autoritetet po vijojnë procedurat për ekstradimin e tij drejt Shqipërisë, ku do të vuajë dënimin e dhënë nga gjykatat shqiptare.
Një aksident tragjik ka ndodhur në provincën Cuneo në Itali, ku 2 të rinj shqiptar humbën jetën dhe 3 të tjerë mbetën të plagosur. Ngjarja ndodhi në Strada Sanità, një rrugë e ngushtë e njohur për aksidente të shumta, ku xhipi me të rinj u përplas me një mjet të rënd. Forcat e emergjencës ndërhyn për të nxjerrë trupat e të plagosurit nga mjetet e shkatruara. 2 pasagjerët e mjetit të rënd, një 58 vjeçar dhe një 55 vjeçare, u dërguan në spital, ndërsa raportohet se gruaja ndodhet në gjendje më kritike. Karabinierët po hetojnë shkaqet e aksidentit duke verifikuar nëse përplasja u shkaktua nga një manovër e rrezikshme parakalimi. Rruga mbeti e bllokuar për disa orë dhe qarkullimi u devijua. Një ngjarje e rëndë tronditi fshatin Ostren të Bulqizës, ku babai 58 vjeçar, Bastri Nuredini, plagosi me thik djalin e tij 29 vjeçar Kongres Nuredini pas një konflikti të çastit. Ngjarja ndodhi brenda banesës, ku ndodheshin edhe anëtar të tjerë të familjes. Sipas hetimeve paraprake, dyshohet se autori kishte probleme me alkoolin. Pas plagosjes, 29 vjeçari doli nga banesa dhe familjarët njoftuan policin. Viktima ndodhet aktualisht në spitalin e Tiranës, jashtë rrezikut për jetën, ndërsa familja përballet me vështirësi ekonomike. Policia ka arrestuar autorin dhe po vijon hetimet për ngjarjen. 3 persona u njohën me masat e sigurisë në gjykatën e Lezhës pas zbulimit të një laboratori të drogës brenda një godine 4-katëshe në aksin Lezhë-Milot. Babebir Arben Gjergji, 57 vjeç, dhe Arnold Gjergji, 22 vjeç, u dënuan me arrest me burg si autor të dyshuar të veprimtarisë kriminale, ndërsa punonjësi OSHE Gjon Doda mori arrest shtëpie për shpërdorim detyre. Nga kontrolli u sekuestruan mbi 1 ton kanabis, 960 fidan, 850 fara, llampa për kultivim, 2 armë zjarri, 1 pistolet sportive, 1 automjet dhe 4 celular. Kontrolli në banesat e tyre nxori gjithashtu 180 gram kokainë dhe armë të tjera. Autoritetet vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të kësaj veprimtarie kriminale. Një bandë hajdutësh veproi në fillim të vitit 2020 në zona rezidenciale të Belgjikës duke kryer mbi 140 vjedhje. Policia identifikoi një model të përbashkët, automjete me qira nga e njëjta firmë lokale dhe hetimet shuan në 15 të dyshuar. Kur u thirrën për gjyq në nëntor 2025, asnjëri nuk u paraqit. Shumë viktima raportuan frikë dhe pasiguri në shtëpitë e tyre. Përfshir shpenzime për kamera sigurie. Gjykata i shpalli të gjithë fajtor. 14 prej tyre morën dënime nga 10 muaj me kusht deri në 40 muaj efektiv, ndërsa të gjithë u gjobitën me 8.000 euro. Viktimat morën gjithashtu dëmshpërblimet që kishin kërkuar, duke i dhënë fund periudhës së frikës dhe pasigurisë. Policia serbe në bashkëpunim me prokurorinë për krimin e organizuar sekuestroi 5 ton marijuanë në fshatin Konju afër Krushevcit. Ministri i Brendshëm Ivica Dačić njoftoi se ky është sekuestrimi më i madh i drogës në Serbi deri më tani, me vlerë prej 7 deri 10 milion eurosh. Në aksion u arrestuan 2 persona, ndërsa një tjetër është ende në kërkim. Gjatë kontrollit u gjetën edhe armë zjarri, përfshir 4 pushka automatike dhe një raket, si edhe rreth 12.700 euro. Prokuroria njoftoi se të arrestuarit dyshohet të jenë pjesë e një grupi të organizuar kriminal që përdorte kompaninë Floracom për magazinimin dhe shpërndarjen e marijuanës në Beograd. Hetimet vazhdojnë ndërsa të dyshuarit do të merren në pyetje nga autoritetet. Një shpërthim i fuqishëm goditi rafinerinë më të madhe të naftës në Turqi, Tupras Izmit, duke shkaktuar një zjarr të madh. Ngjarja ndodhi në një depo benzine dhe detyroi evakuimin e të gjithë punonjësve, ndërsa ekipet e emergjencës luftuan për të vënë flakët nën kontroll për orë të tëra. Shkaku i shpërthimit mbetet ende i paqartë, ndërsa autoritetet nuk kanë dhënë informacione për viktima apo dëme materiale. Rafineria ka kapacitet përpunimi prej 11 milion tonësh naftë në vit, duke e bërë atë objektin më të madh të kompanisë shtetërore Tupras. Banorët shprehin shqetësim për rrjedhje gazi e shpërthime të tjera, ndërsa autoritetet sigurojnë se po monitorojnë situatën nga afër dhe masat e sigurisë janë në fuqi. 3 persona humbën jetën dhe 2 të tjerë u plagosën pasi një anije me turist francez u përmbys pranë portit Sultan Qaboos në Oman. Ngjarja ndodhi në vilajet Mytra dhe në anije ndodheshin gjithsej 25 turistë, përfshir guidën dhe kapitenin. Autoritetet thanë se 2 të plagosurit morën ndihmë të menjëhershme në vend nga ekipet e ambulancës dhe mbrojtjes civile. Policia e Omanit njoftoi se hetimet vazhdojnë për të sqaruar shkaqet dhe rrethanat e këtij incidenti tragjik, ndërsa komuniteti turistik mbetet në alarm. Aksidenti tragjik më 27 janar në Rumani mori jetën 7 tifozëve të PAOK-ut, të cilët udhëtonin drejt Francës për ndeshjen me Lyonin në kuadër të Ligës së Europës. Përpara takimit, trupat e viktimave u pritën me një ceremoni prekse në Selanik.
Avioni ushtarak C-130 solli trupat nga Timi Osoara, ku një shërbim përkujtimor ishte mbajtur në aeroport dhe secilit arkivol ju vendos një trëndafil i bardhë. Tifozët shoqëruan trupat e Payet me motocikleta drejt stadiumit Humba, duke brohuritur të pavdekshëm dhe vëllezër ju jetoni, ju na udhëhiqni. Kjo ngjarje e tronditi komunitetin sportiv dhe tregoi dhimbjen e respektin e madh që tifozët i dhanë viktimave të tyre.